3 ushtarak amerikan kanë humbur jetën dhe 5 të tjerë janë plagosur rënd gjatë operacionit ushtarak të SBA-s kundër Iranit, bëri të ditur Komanda Qendrore e Forcave të Armatosur Amerikane, US Central Command. Sipas njoftimit të publikuar të dielën në mëngjes, viktimat ranë në kuadër të operacionit të koduar Operation Epic Fury, ndërsa 5 ushtarak të tjerë janë në gjendje të rëndë. Përveç tyre, disa të tjerë kanë pësuar plagë të lehta nga copza predhash dhe tronditje, por po trajtohen dhe pritet të rikthehen në detyrë. Operacionet madhore luftarake vazhdojnë dhe përpjekjet tona të përgjigjes janë në zhvillim, thuhet në deklaratën e CENTCOM. Autoritetet ushtarake theksuan se situata mbetet e paqëndrueshme dhe në zhvillim, ndërsa për respekt ndaj familjeve nuk do të bëhen publike detaje të tjera, përfshirë identitetet e ushtarakëve të vrarë deri 24 orë pasi të jenë njoftuar familjarët e tyre. Ende nuk është bërë e qartë mënyra se si u vranë 3 ushtarakët amerikan. Megjithatë, Irani ka ndërmarrë sulme hakmarrëse kundër bazave ushtarake amerikane në rajon, si përgjigje ndaj goditjeve të fundit të SBA-s dhe Izraelit. Që nga e shtuna, baza të ndryshme amerikane në lindjen e mesme janë vënë në shënjestër me raketa dhe dron. Presidenti i SBA-s, Donald Trump, kishte paralajmëruar më herët për mundësinë e humbjeve në radhët e forcave amerikane. Në një deklaratë me video të publikuar të shtunën në mëngjes, ai pranoi se operacioni mbartë leziqe të konsiderueshme dhe se trupat amerikane mund të përballen me pasoja serioze gjatë zhvillimit të misionit. Vdekja e 3 ushtarakëve shënon një përshkallëzim të ndjeshëm të tensioneve dhe rrit shqetësimet për një konflikt më të gjerë në rajon. Analistët paralajmërojnë se çdo goditje e re dhe humbje në terren mund të nxjisë reagime të mëtejshme, duke e bërë situatën edhe më të paqëndrueshme. Ndërkohë, operacionet ushtarake vazhdojnë, ndërsa administrata amerikane pritet të japë përditësime të tjera në orët dhe ditët në vijim, në varësi të zhvillimeve në terren.